Selam aleikum, thot, hoxh, pse I falet të vdekurit namazi? Si mund të na shpjegoni, apo shpjegoni? Faleminderit. Aleikum selam. Allahu të bekoft të rujt, Allah I mëshiroft të vdekurit tanë. Vllai I nderuam, namazi I gjenazës që I falet të vdekurit është farz kolektiv. Domethënë Allahu xhaleshanu ka bë obligim që kur vdes dikush na mja fal namazin e gjenazës. Nëse një grupi besimtarëve e fal, I bjen obligimi të tjerëve. Nëse nuk e fal kërkush edhe varrosin pa ja fal gjenazën, atëherë të gjithë muslimanët e atij veni janë mëkatarë, të atij veni, jo të vendeve tjera. Pse bën ky namaz? Pra, përveç që është obligim nga Zoti çtu ka dashur, e dyta është si lloj respekti për të vdekurin. Është dua për të vdekurin. Është sebeb për me fal Allahu xhaleshanu inshallah taala këtë vdekur. Nga se nëse janë spaku 40 besimtarë që lutën për ta, besimtarë që njohin Allahin hak, që është duhet, Allah inshallah taala ja fal gjunat edhe e ban banor të xhenetit atë besimtar normal, parimisht ai mukon musliman. Prandaj na insistojmë që me fal namazin e gjenazës na fitojmë sevap, fiton sevap edhe I vdekurit dhe e kryjmë një borxh. Pashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush e fal namazin e gjenazës e ka sevapin sa kodra Uhudit. E kush e çon det e vorë edhe pret deri të varroset e ka sevapin sa 2 kodra të Uhudit. Domethënë një që e ka fal gjenazën, 2 që e ka varrosë dhe ka prit deri sa është kry komplet varrimi. Pra kretë këto shpërblime, si për të vdekurin ashtu edhe për të gjallin, neve na nxitin që mos me e neglizhu këtë ibadet. Pra këtë borxh që Zoti na ka bërë. Allahu të rujtë.